Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Hajrullah. Sot beton, nesër etje, 142 pengesa në lumenj dhe 6 lumenj të blokuar. Apo hyn Kosova në një krizë të heshtur të ujit. Për të diskutuar në përballje podcast për këtë temë dhe për çështjen e ujit, rëndësisë ujit, por edhe mjedisit dhe pyjeve në Kosovë, jemi së bashkun me zonjën Krenare Saliu, drejtoresh menaxhuese në organizatën Ekopana, ku do të flasim për një çështje jetike dhe shumë të rëndësishme për jetën tonë të përditshme. Krenare, mirë se po takohemi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Më vjen shumë mirë me fol për një temë që dorën zemër, kur nalim edhe mendojmë në përgjithësi në Kosovë këto 2-3 vitet e fundit, por edhe në përgjithësi në Kosovë dominojnë temat që kanë të bëjnë dialogu, verju, situata sigurisë, politika e përditshme, po jo shpesh temat që janë shumë të rëndësishme në jetën tonë të përditshme, nga uji që ne e pim para vetës e deri te ajo që është pastaj edhe uji edhe siguri e jetës së përditshme. Nëse mujmë pak me për publikun me tregu, unë e nisa me moton e hulumtimit tuaj, sot beton e nesër etje me shumë pengesa që i kemi në lumenjt anë mbanë Kosovët. Ç'është gjendja e ujit sot në Kosovë? Në fakt është një temë që është një pikë e jemja e dopt, sepse kisha dash pikërisht ata që thatë edhe më herët me fol secili prej neve sa më shumë për mjedisin. Sot mëngjes në lajme në radio duke vozit tuar prej punës, e mendova thash pse gjithë profesionistët nuk flasin më shumë për çështje mjedisore. Pse? Së është shëndeti jonë. Duhet edhe mjekët momentin që ta përshkruan një analizë, një kontroll, një përshkrim të mjekut me tregu që ta mbrojmë mjedisin, se që kjo po na lidhet zinxhir të shëndeti jonë. Duhet juristat, duhet ekonomistat, duhet politikan, duhet media, duhet këngëtar, duhet secila shtresë duhet me fol më shumë për mjedisin. Për fat të keq për momentin neve na ka mbet mjedisi veç neve, ndoshta profesionistëve të mjedisit ose organizatave që punojnë për mjedis, që i kemi projektet mjedisore, që është në rregull që i kemi edhe ka filluar me u rrit numri atyre që po mirren me çështje mjedisore, po jo secili qytetar. Sepse kjo është në pika e parë është shëndeti jonë. Ajri që ne e marrim, uji që e thithëm edhe toka cilën na e shfrytëzojmë për pemë, perime, bujqësi, jetën tonë. Domethënë, pra është jeta realisht kështu. Është vetë jeta, është vetë shëndeti, është vetë ardhmja e fëmijëve tanë. Domethënë kisha pas qef sa më shumë me u fol për këtë temë, edhe me parëndsinë e saj. Po me parëndsinë e saj në disa prej aspekteve shumë profesionale ose prej ekspertëve që veç kanë dalë me hulumtime të thella, pse mundemi me pas nesër etje, pse mundemi me pas më pak të rreshura, pse i kemi ndryshimet klimatike, çuçi kemi çështje mjedisore, pse kemi aq shumë mbeturina, pse kemi ajrin e ndotun e shumë probleme tjera. Kjo është një që më shumë i duhet Kosovës edhe më shumë na duhet neve si qytetar, jo vetëm në Prishtinë, në krejt territorin e Republikës Kosovës. Sot, a ka më pak etje, më pak rreshje, se e nisi jashtëzakonisht interesante ky shpjegim edhe po duam me na shku kë bashkëbisedim në këtë podcast, jo intervistë klasike, të shpjegimi për grupin e njerëzve që na shohin edhe në televizion Dugagjen, edhe në telegraf si podcast edhe me lajme. Pra, ç'është është gjendja sot? Është në krizë Kosova sa i përket situatës së ujit? Po. Kosova ka qenë krizë edhe para dikon 7 ose 8 viteve në një raport i cili është bërë për organizatës botërore WWF, kur Kosova është ranguar në listën e shteteve me stres uji apo mungesë uji. Po çdo ditë më shumë po vrehet mungesa. Pse po vrehet mungesa? Kjo lidhet pak edhe jo pak, lidhen janë disa faktorë. Në një ndër faktorë kryesore kemi edhe ndryshimet klimatike, që kemi shumë pak treshuna ose treshuna për një herë në kohën kur toka nuk e mban, toka nuk e thith ujin, edhe ato treshuna mandej krijojnë pra nëse flasim për pasojat, ta shpjegojmë. Pikërisht, po në anën tjetër lidhet shumë pak edhe me faktorin njeri. Për fat të keq, krejt dëmet që ja bëjnë mjedisit po flasin përgjithësi, qofte mbrojtja e kafshëve, qofte mbrojtja e pyjeve, qofte mbrojtja e lumejve, qofte mbrojtja e ajrit, ujit, krejt ato, 90% është faktori njeri, për fat të keq. Çka është dashme që në kundërta, sepse faktori njeri është një ndër po mendoj prej personave me inteligjencën më të madhe që duhet me mbrojt, e ne shumë shpesh dijem pe kemi shumë atull se sa që ish dash me pas. Edhe kjo lidhet shumë pikërisht me këtë fakt. Nëse ne më herët veç kemi thënë që për shembull ndryshimet klimatike ose nuk kemi të rreshura ose nuk kemi më sezona që kemi pas,
verën vjesht në dimrin e kemi ditë Që ka ndryshu dorën zamor. Banëm të paktën të na në Ballkan nuk ka qenë kështu. Pikërisht, do me thonë, ne kur kemi folë për ndryshime klimatike para 10 viteve, kemi folë se po ndodhen diku në Amerikë. Kemi menduar që nuk është e na. Janë disa prej, si me thonë, politika ose çështje disa shteteve evropiane shumë të mëdha, shumë zhvillume. Na prekim çdo ditë më shumë. Do me thonë, na kemi raste kur brenda 3-4 viteve s'kemi pas bord të madhe në Prishtinë që ka pas më herët. Kemi shumë pak por në për bjeshkët tona, kemi shumë pak të rreshtura, në vjesht ndodh ka thatësira, verës ndodh ka temperatura shumë të larta, edhe temperatura është ngritë sipas statistikave 1.5 gradë më shumë se sa më herët. Domethënë krejt këto e tregojnë që të faktin që për fat të keq Kosova ka mungesë të ujit, Kosova ka stres të ujit. Në anën tjetër e kemi edhe një prej rrjedhjeve të lumejve tonë, të cilët rrjedhin në Kosovë për shumicë aprilit dalin prej Kosovës. Nëse ne nuk kujdesemi për ata lumej, nëse ne nuk kujdesemi për atë ujë, me mbajt, me pas sa më shumë menaxhim të mirë të aty në resurseve ujore, ne kemi me mbet pa ujë. Unë po frikoj shumë shpesh nëse e tham si moto ose nëse e tham si mendim temin që tham që po frikoj që kemi me u varr pishisheve të plastikës ose blerjeve kur pe kemi kanjëherë problemin e për shembull mangani që nuk po kemi në markete bidona ujit. Po, do me thonë unë po frikoj që në të ardhmen kemi me pas problem stresin komplet. Jo vetëm me një periudhë saktu me një mujor mangani e blejmë shishën mandej filloj me përdor. Po ndoshta prej qezmës nuk kemi me mujt me përdor më për përgatitje të ushqimit, e mandej nëse varemi prej bidonit ose prej plastikës, vijnë shumë probleme tjera, prap shëndetësore, prap mjedisore, po prap tjetësore. Zonja Sali, jashtëzakonisht ka adresu disa çështje të cilat kisha dashur me zbërthy pak më shumë, edhe të shishet, edhe të uji, edhe të mungesat, edhe të pasojat që mund t'i kemi si Kosovë, si shoqëni në të ardhmen, sepse ne të gjithë kujtojmë edhe pas mungesën e ujit, mungesën e çështjeve tjera, po son 2026 kur e përmendet me të drejtë edhe ndryshimet klimatike, pra është diçka që vjen natyrshëm edhe nga mos kujdesi kryesor njerëzor që jemi na, dhe sot ne i shohim çdo ditë thirrjet edhe pamjet e gjendjes së lumejve në Kosovë. Ajo ka të bëjë me kulturën tonë. Por para se me shku kisha dosh pak më nol te pjesa e parë të ulëmtimit që ju e keni prezantuar të gjeturat kryesore që e tregojnë gjendjen e nivelit të ujit në Kosovë dhe lumejve në vendin tonë. Po, në fakt ky ka qenë një për projekteve tona të fundit, e cili është veç faza e parë është në përfundim e sipër, javën e ardhshme veç përfundon zyrtarisht faza e parë e këtij projektit. Ne jemi fokusuar në pellgun e lumit Drini i Bardh, është një ndër pellgjet kryesore më të mëdha në Kosovë, ku i përfshin 6 lumej të tjerë, edhe 6 komuna të cilat lidhen edhe degë tjera të lumejve të cilët lidhen në pellgun e lumit Drini i Bardh. Sipas në fakt është diçka shumë interesante. Kur e kemi aplikuar dhe kur kemi biseduar me donatorin se sa munden me qenë këto pengesa ose bariera, paraprakisht kemi biseduar edhe me institucione shtetërore se a kemi të dhëna se sa kemi na bariera ose pengesa ose diga ose tenta, se janë shumë kategori që quhen krejt pengesa, piquj me një fjalë. Se ka pengesa edhe natyrale, ka pengesa artificiale, ka të gurve shumë të tjera. Edhe unë nuk kam mujt me gjetë dhëna, sidomos te këto pengesa të cilat ose janë të dëmtume, ose përdoren vetëm për banor lokal, ose janë të vendosura në formë ilegale për fat të keq. Aty i keni identifikuar 142 pengesa. Po. Edhe kur në fillim kur e kemi iniciuar si projekt, ne kemi menduar me disa orë të thata si me organizatën tonë, me kolegë të cilët bashkëpunojmë, kanë me dalë dikon 50-60. Interesant. Shumë edhe na kanë dalë 142. Që për Kosovën si shtet, për pellgun e lumit Drini i Bardh sa është i madh, po edhe për neve si Kosovë, si qytete të vogla që lidhen aty, për një pjesë të Kosovës, domethënë 1 ndër 4 pellgjet, është numër shumë i madh. E vlen të përmendet që ato 142 pengesa na kanë dalë 80% prej tyne të pashfrytzuar dhe të dëmtuar. Prej rreshjeve, prej ndoshta mos menaxhimit të mirë, mirëmbajtja është shumë problem, se në momentin gjithçka është e mirëmbajtja, na edhe në shtëpinë tonë e mirëmbajmë, e pastrojmë, e mirëmbajmë, ndryshojmë diçka. Domethënë momentin që ti vish e vendos dhe nuk e ke mirëmbajtur, ajo automatikisht mundet me lëviz edhe me pas pengesa. Po është edhe tjetra, shumë prej tyre na kanë dalë edhe ilegale, pa leje mjedisore, pa vlerësim ndikimit mjedis. Edhe nëse qëllimi ndoshta kisha mujt me thujt ka qenë qëllimi primar i mirë, ju ka dashur banorëve për ujitje, ka banor të zonave të fshatrave që e përdorin ujin për ujitje, tokat bujqësore, bakti e bujqësie, gjitha ato. Po në momentin që ti ke bën një dëm lum kaq të madh, atëherë ku është esenca, ku është poenta, ke bë diçka shumë më të madhe, ndoshta që rikuperimi është afat gjatë, se sa për shembull ajo ujitje që ndoshta nuk e ka ditë, ndoshta nuk e ka pas vetdijen e madhe. Domethënë 142 pengesa
Ne gjatë kësaj jave kemi pas edhe konferencën përfundimtare që i kemi ftuar të gjithë palët e interesit, e kemi ftuar Ministrinë e Mjedisit, komunat, institucionet, A mundëm më ndalë krenare te për publikun të cilës janë të fushës, edhe me shpjegu çto 100 edhe unë po du me ditë, se përmes pyetjes tam e shpjegojmë për publikun. Çto 142 pengesa që emrumna pengesa, të cilat i përmende me të drejtë janë të natyrave të ndryshme, po e ke titullu pengesa. Çka janë çto pengesa edhe çfarë janë për me mujt na me shpjegu për publikun? Janë disa kategorizime. Kategorizimet e pengesave natyrale ose veç të përkohshme i kemi hjek prej këtyre 142, se nëse i kishim vendosur edhe disa natyrale ose disa që për shembull disa prej banorëve kanë vendosur vetë gjysmën e lumit me disa gur, të cilët në ndërkohë i lëvizin për një çështje të caktuar, për shembull me marr ujin për të përkohshme për një sezon të caktuar, ato i kemi hjek se na kishin dalë ndoshta 242. Pra, për me kuptu, one edhe me pyetjen tem publiko i bjen që çto pengesa janë, hajde për i thëmë nashta, ose kyçe ilegale, o legale, çdo diçka. Janë bariera apo diga të cilat disa në lumejt Kosovës, do me thënë në të gjithë pelgën e lumit Drini Bardh, e kemi Istokun, Klinën, Pejën, Deçanin, Jonikun, Gjakobën edhe Lumbardhën e Prizrenit. Janë gjitha këto. Edhe në kuadër të krejt tyne kanë dalë 142. Disa prej tyne janë pengesa të cilat i kanë vendosur për fat të keq me një restaurim plume qysh komunat e kanë bë praktikë të fundit, me bën një restaurim plume që për fat të keq pe kanalizojnë lumin. Do me thënë nuk pe bëjnë lum pe kthejnë në kanal me këto betonin shumë e vërtetë. Dhe komunat bile po shesin si diçka të mirë që po thonë ndërhyjmje, zbukurim, e kum po disa prej komunave të Kosovës. Profesionalisht është gabim. Është gabim. Profesionalisht është gabim. Unë kam filluar me bisedu me komuna, kam filluar më t'regu që kjo praktikë nuk është e mirë, edhe nuk quhet restaurim këtë rast, se na jemi të e bë një profesor në fakultet të na thojke lumin lum, që quhet lum, me emrin lum, e kthen në kanal. Ja ban anash. E qartë, ose murin ose po. Po këto nuk janë të 142, po e lidhat e disa prej pengesat kryesore, domethënë këto 142 janë pengesa, disa prej tyre janë diga apo penda, se i kemi dy nocione që i flasim, penda ndoket është në gjuhë pak më gramatik. Penda e din mos, po. Edhe dik po quhet në shumicën prej banorëve, po mendoj prej qytetarëve që pe kuptojnë më shumë. Është vendos për shembull për ujitje. Ka pengesa ose ka pend, pra, penda dhe diga janë disa nga pengesat, e qartë. Edhe ka prej tyre që janë vendos me një shumë kogje të madhe, me një kosto kogje të madhe të komunës, shkon vlera 500.000, 700.000 euro e tyne, e cila është vendos në qëllimin primar për ujitje të tokave të banorëve. Bujqësore, e qartë. Kjo është me marrëveshje legale. Kjo është legale. Për fat të keq, hala prej tyre disa janë ilegale. Pse? Nuk e kanë minimumin biologjik. Jo, kur po thëmë ilegale, ato e ka një farë le, a i shka mujt dikush mu qu vesh me qitë ato një pengjes. E di që ka, jo, po du me thonë, po du me pyet të këto që janë kështu të paktën zyrtare që dihet, do me thonë, sepse duhet një farë miratimi, edhe në nivelin komunal, edhe në nivelin institucional. Ka qenë ka njëherë dhe mos koordinim në mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Sepse ka pas raste shumë shpesh që një digë caktuar në një prej komunave të caktuar, nëse komuna ka thënë po e kemi ndërtu na me buxhet të komunës, kur kemi ardhur te Ministria e Mjedisit që është mbi në këtë rast për të gjitha ose autoriteti i pellgjeve lumore krejt, ata nuk kanë pas DNI, as nuk kanë pas kërkesë për leje për atë pend. Domethënë kemi edhe këto probleme kanjëherë që institucionet nuk kanë pas mos koordinim me njëri tjetrin edhe kanë vazhduar me tjerat. Thash edhe më herët, ndoshta qëllimi ka qenë i mirë, po kemi bërë dëm shumë. Domethënë këto pengesat ose këto diga që po flason që janë për momentin për ujitje, nuk e kam para pa kalimin e peshqve. Ne kemi shumë biodiverzitet pasur, florë dhe faunë. To e përfshin këtë rast faunën ujore. Ajo është zinxhir biologjik, ajo është zinxhiri ushqimor. Nëse peshku nuk është aty, nuk ka me qenë as shpendi, nuk ka me qenë krejt ato zinxhir që i kena mësuar krejt në për edhe në biologji edhe në lanë tona kryesore. E tash që kjo është, ka penda që në momentin që është vendos direkt në dëm, peshku nuk mundet me kalu nga pjesa poshtë nalt, ku bëhet edhe shumëzimi tyne. Edhe mande është problemi shumimi tyre. Mande është edhe problemi tjetër që na e kemi bën një pengesë të madhe dhe na shpesh ka raste që kemi mungesë të atyre llojeve të peshqve që më herët edhe prej banorëve na kemi pas për shembull anketë me banorë që tregojnë këtu ka qenë ky lloj peshku që më nuk e kemi. Pse nuk e kemi? Se ne ja kemi vendosur barierat, ai që nuk ka mujt me kalu dhe s'ka mujt me ushumu, nuk ka mujt me kalu ciklin e vet jetësor. Pra këto janë te pengesat që tham, që kjo e mëdha te barierat përmes pendave ose përmes digave. Te pengesa a ka tjera
domethënë që vendosin përmes kanaleve në mënyrë ilegale, ku ta di janë zona. disa prej tyre, për shembull, vlen të përmendet komuna e Stogut, që i ka penda të cilat edhe i shfrytëzon, po edhe kanë kalimin e peshë, janë penda të cilat janë me hapje dhe me mbyllje, janë penda që nuk e kanë blloku komplet lumin, ato janë në kuadër tyne, se na e kemi bën një identifikim ose një mapping të gjitha këtyne pengesave që e kemi dorëzuar dhe në ministri, për me pas në kuadër të sistemit ujor të Kosovës, sepse këto pengesa ose këto informata do të mi pas shteti në përgjithësi për krejt neve, jo veç nëse organizat. Edhe ka penda që janë hala në shfrytëzim e sipër, ka penda që e kanë gjendjen e mirë, edhe penda të cilat janë të shfrytëzu. Po 80% prej tyne janë me beton, me armatur, të dopt, që janë dëmtuar në ndërkohë, sepse kemi pas të rreshuna, kemi pas lëvizje të më të madhe ndoshta të lumit, edhe që ato janë dëmtu, po që për momentin kanë bet vetë si pengesa në lumej që janë të dëmtu lumin shumë a shumë se sa që kemi për shembull raste, nuk e di tash në për këto podcasta smuj me i vendosë dhe fotografit, për që ata ne kemi bërë dhe disa prej billboardave në qytet, kemi për shembull raste lumi ka lënë, është vendos pengesa, ujrat në toksore kanë kalu, s'ka mujt me kalu në atë pengesë që është vendosa e pengesë me një shumë të madhe edhe të buxhetit, të taksave qytetarëve të Republikës Kosovës, edhe lumi ka kalu në anën tjetër dhe ka vazhdu me një pjesë tjetër. Tash ai banori atje ka thonë na kur këtu s'kemi pas ujë. Po s'ke pas se t'ja ke bë damin këta. Domethënë ujrat në toksor nuk na pyeti neve ka me shku. Ata kanë rrjedhën e vet lirë edhe vazhdojnë. Domethënë ka raste që ka mbet pengesa vetë si beton, shpesh edhe është katru me 3-4 copa të betonit, edhe na ka lëviz neve ujrat në toksor komplet tjera ka, ose është tha pjesa poshtë, ose ka kalu në anë të tjera me këto janë se pyetja e me radhës ishte pasaj çka janë domet e keq kësaj situate. Pro që kjo që nisi me shpjegu, janë domethënë ti e the fillimisht te peshqit shpendet pastaj të gjitha ato, ajo s'ka diskutim, po kjo është pasaj edhe te pjesa tjetër ditore që e lëvizjes së lumit dhe pasojat. Ja kanë pengur rrjedhën lumejve normale. Rrjedhën normale që kanë pas. E rrjedhja normale e lumit nuk ka ardhur rasisht. E ka shtratin e vet, e ka mandej pjesën, na kemi pas raste, e kemi pas një herë një studim shumë interesant, pse na u ka thënë një pjesë e një pyllit, pyjeve të cilat kanë qenë shumë e rëndësi. Edhe kur ka ardhur studimi mas disa 5-6 viteve, në kuadër të studimeve që i kom pason, ka ardhur që lumi që ka qenë, që i ka furnizuar ujrat në toksor me çat pjesë të pyjeve, ka kalu rrjedhën në anën tjetër dhe ajo është ta. Po derisa na ta marrim vesh, për fat keq mjedisi ka senet që i merr vesh është shumë vonë. Që të gotë thejmë, e ngjesim ose e blejmë tre. Edhe na kemi gotën. Po mjedisi. E ana sjell që kjo për shembull, çka kemi pa viteve të fundit krenare, sepse padyshim që është pastaj edhe pjesë e diskutimit. Kemi pa vërshime të shumta në nivel Kosove. Nëse tash hipotetikisht se këto lidhen njëra me tjetrën, nëse ja kena deviju rrugën lumit natyral, e i kemi shti barjera, i kemi vendos pengesa, marrja zhavorit që e kena shkatru si shoqni me vitet të tona, edhe sot do më thonë e shohim kur ne po flasim këtë podcast, ndodh në Kosovë që ka pas dënime, ka pas tentativa, po s'ka pas kur mbikëqyrje të mirëfillt që duhet shteti se ka kry dhe institucionet përkatëse, dhe kemi ardhur te vëshimet të cilat pasojat prap i bojnë qytetarët e zonave ku i kanë këta lumen. Dhe ne kemi pa zona të mëdha në Kosovë çdo herë, çdo vit në sezona të ndryshme ballafaqohen me problemin e njëjtë vëshimet. A ja kanë mu keq që kjo ç'është situata? Këto janë zinxhir. Tu nis pi faktit te vërshimet, për shembull, çka po duam potencuar diçka përveç që ty ne krejt që i përmendë dhe që janë krejt reale, edhe prerja ilegale e pyjeve, që është në zona në nalësim mititare më të nalta, kanë diku të vërshimet, i direkt apo indirekt. Që ndoshta neve na herë nuk na shkon mendja që nëse në bjeshkët e rrugovës nalt kemi prerje ilegale, për marr shembull tash se mos kapemi për atë fjalën se kemi apo nuk kemi. Se na për fat të keq kemi prerje ilegale të pyjeve, për fat të keq kemi degradim të pyjeve. Pikërisht, sektori i pyjeve është diçka tjetër me probleme të tjera. Po tash, kur ka pas treshuna dhe pyjet kanë qenë shumë mirë, ka qenë menaxhimi mirë, nuk ka pas degradim pyjeve dhe pyjet ka qenë pyje me masë drusore të madhe. Diku 20-30% të rreshurave e ndal gjetja. Mandej 20-30% e ndal ranja, e cila është shumë e mirë edhe e forcume mirë. Tash nëse çfarë druse kemi, na automatikisht kemi me pas lëvizjen ose ujrat në toksor më shumë se sa që kanë pas më herët. Se për shembull është potencuar te vërshimet e fundit që i patëm janar që ka pas treshura për metër se kanë shumë më herët.
po që to janë krejt pasoj. Mandej që kjo kanalizimi që po thamune, ajo shumë a shpejt shkon. Mandej që ati kanalit pja vendosin do, po quhen kaskada, nuk e di do dërpremje, jo diga, jo veç pak si rekreacion, që lumi mandej kalon për ato. Po që ka thonë edhe, i kemi pas për shembull edhe angazhimin e profesorëve, profesori Halil tha në lumi nuk ka krah me fluturu. Po, me thonë, ai duhet, nuk mundet të me thonë, nëse na e kemi në ndërpremje dikon, me distancë caktuar, ai nuk mundet me kalu andej. Edhe automatikisht janë këtë problemet. E krejt këto, vinë zinxhir mandej, edhe te ujrat nëntoksor, edhe te rreshjet, edhe te vërshimet, dalja e lumejve prej shtratit. Delta shumë a let. Unë asnjëherë nuk kam pa në Kosovë që kam pas shumë qef me potencu shpesh edhe përshfrytëzoj rastin sot në këtë podcast. Pse na nuk e bëjmë përveç dameve pas vërshimeve që duhet patjetër qytetarëve mia u kompenzu damet e mëdha bujqësora apo çfarë do qoftë ekonomike që i kam pas, hajde ta marrim ta bëjmë një praktik edhe t'ju përshtatemi me ndryshimeve klimatike edhe vërshimeve që mundemi me pas 2027-2028 me disa masa konkrete. Na e kemi vetë ato momente, fotografi, qizime, dame të rreshurat, edhe mandej sot nuk fol kërkush për vërshime. Dhe zakonisht flasim kur bëhet e madhe, 3 ditë dhe deri në pasojën ashme. Pikrisht. Për shembull, na e dim profesionalisht që na duhet me mbjell disa droj, buffer zone quhet, ose zona buferiane, afër lumejve, droj që janë që i përshtatën këtë rast ujit ose që e dojnë më shumë kokën me ujë, edhe i ndihmon mos me pas vërshime. Na nuk kemi praktika, ndoshta unë mendoj që shumë ma edhe kosto ma e vogël kish me qenë për komunën, me mbjell drojt e tillë, sesa me kanalizu ose me betonizu komplet shtratin e lumit. Mandej që ai betonizimi i shtratit lumit na e kemi kthy total kundër mjedisore, edhe për të mirë qytetarëve, edhe për të mirë biodiversitetit, edhe për të mirë të tokave bujqësore që janë aty, edhe për shumë probleme tjera. Do me thonë, asnjëherë nuk e di unë që ka pas në Kosovë ndonjëherë, ka pas mbjellje, ka pyllëzime, do me thonë, ka, po jonë që kontekstin ta mbrojmë lumin ose vërshimet. Ndodh çka na shohim se çdo ditë që tu jetojmë, i shohim në pranverë ku nisin këto komunat me mbjell lulje, drojnë në pjesë të qytetit që është shumë mirë, s'ka diskutim, sa ma shumë gjelbrim, sa ma shumë ajër të pastër që kemi jashtëzakonisht shumë nevojë, po ki plotësisht të drejtë që duhet të mbillen edhe në vendet ku ka shumë nevojë, pra për me parandalu vërshimet, sepse është e pakuptueshme, për shembull me kolegët e mi në Telegraf, edhe në çdo media kur raportojmë për çështjen e vërshimeve, edhe e kemi bën një temë me kryetarët e komunave, zonat diun ku janë. Diun ku janë lumejt, diun ku mund potencialisht me qenë me uri përsërit vërshimet. Pyetja mandej është çka kemi bën na 1 vjet, 2 vjet për me parandalu çat gjendje, për mos më na ardh situata e njëjtë. Ne kemi pas komunën e Vushtrisë se nuk ka bëj, që ka kalu shumë më mirë. Shumë më mirë, edhe e kemi diskutu, e kemi përmend, a mund ta marrim shembull. Sakt. Pikërisht, do të thonë, edhe të që kjo 142 pengesa, sikur kishin qenë të gjitha prej tyne përdoren, shfrytëzohen, kanë nevojë qytetarët, e kishim arsyetu me formën që kanë mirëmbajtje, i kanë hapjet e kanaleve, ka disa, për fat të keq, 80% prej tyne nuk ju punon edhe ato kapërderësa që janë anas, ose ato hapjet ose mbyllet e cilat janë që hapën mbyllen sipas nevojës, ato shumica prej tyne i kanë të kputuna, i kanë shkatrume, edhe nuk kanë mirëmbajtje. Nëse na e kishim bë pastrimin e kanaleve, ujrave nëntoksor, gypave, krejt që to që i kemi, se cila komunë për veti, ne e këshëm pas rastin që vërshime ka, mundet me dal pak për shtratit lumit uji, normal, se ka njerë kemi edhe thatësimat madhe, na kemi tërmer, ato janë natyrore, pikrisht, kur t'jemi natë përgatitën, ku ta dim sezonën, ku t'i dim treshun atash Instituti Hidrometeorologjik, po na tregon kur kemi treshuna, edhe ku ta kemi që pastrimin edhe shto krejt, na kemi pas rastin në komunë, unë e kom qenë vetë pjesë e një vizitës në komunë, kom shku krejt për diçka tjetër, një qytetar para me erdhe dhe tha në zonën e caktume e tregoj ku e keni vendosi me thonë gypin fit me një numër caktum, i cili nuk ka me përballu ujin që është aty, ku ndash me vendos më të madh. Do me thonë krejt që to janë faktori njeri. Do me thonë jashtë standardeve. Tishin pa standardet evropiane ose gjitha standardet që i kemi, cila duhet, ne kishim pas shumë atë. Qetër gjendje. Me vërtet, na shkoj shpejt deri që tash 25 minuta të diskutimit,
Po du me mbledh për lexuesit edhe për shikuesit e podcast, folëm për krizën e ujit në Kosovë, realitet apo la, me tham që është rrezik. Ndërhyrjet në lumen dhe pasojat afatgjata, i diskutum pengesat, që i përmende artificiale dhe përgjegjësinë institucionale, shtu kësha dosht me diskutu pak më shumë. Sepse komunat dhe niveli qendror kanë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Dhe kjo nëse ndodhe dhe përsëritet, mendoj që ata kush duhet institucionet, pra sepse njerëzit janë të tillë që veprojnë ose e shkatrojnë, po janë institucionet ato që duhet me kry punën e vet, edhe në mbikëqyrje, edhe në le të themi dënime ose zbatim. A jemi tu e kryna punën si duhet? Për fat keq jo. Për fat të keq jo. Ndoshta diçka që është shumë pozitive, ndoshta jam edhe person pozitiv që i shoh senet shumë me pozitivitet edhe kam qef me qenë gjithçka mirë, sado që gjendjen alarmante po du me potencu që nuk e kemi gjendje të mirë. Një dritë në fund tunelit është që është kthy fokusi i institucioneve ka mjedisi. Ndoshta pikërisht për çdo probleme. Është për shkak që ka edhe diskutim më shumë, pra ka alarmim nga shumë nga organizata, nga shoqëria civile në përgjithësi, donatorë që i kanë fokus gjendjen e pyjeve, ujit, mjedisit, por me të drejtë the edhe situata në terren. E vërtet. Edhe situata në terren, po edhe ndoshta çto hapa drejt Evropës. Kapitulli 27 për shembull e kemi mjedisi dhe ndryshimet klimatike që pa kaluar aty një tek që e kemi gjithçka në rregull, nuk muj me i hap kapitujt e tjerë. Dhe po mduket që tash ka ardhur koha që nuk e kemi çare, mira po keq. Po tash çto jo shumë mirë, mendoj që diçka duhet më na shtyr, gjithçka po. Po s'ka det, më rëndësina me pas një diçka. Çto po du mu lidh pak edhe te dy faktor. Faktori ne tham institucionet, rëndësia e saj, po para se me kalu te institucionet, kam qef pak me pas edhe që të vedijen e qytetarëve për çdo çështje. Se kjo do të me qenë shumë bashkëpunim i ngushtë. Për shembull, shumë raste ose aktivitetet tona të përditshme që i bëjmë si qytetar, ne harrojmë që është vendi jonë. Domethënë nuk është Kosova ose nuk e kemi një lagje para banesës të hujen, po është e jone, është vendi jonë. Kjo është kultura jonë, ne shpe me pasona gjithçka lul. Pikërisht, momentin që del jashtë miniher i hudh mbeturinat, edhe diçka, të lumejt po lidhem. Nuk e kemi ende në mendësi qytetar që na duhet me kursy ujin. Unë e kom pas një rast, një shoqës familjare që më ka tregu, tha kur fillova me pastru banesën me një shtet evropian, nëse nuk gaboj ka qenë një qytet i Zvicrës, edhe unë e tha që ujin balkone në dritare, laj, thani ko i shiket e diram, tha, a e ki parasysh që tu përdor ujë që 2 orë gjys. Na nuk e kemi ata në mendësi. Na duhet me pas parasysh, na kemi shumë shpesh probleme në përfshatra tona që ka mungesë ujit gjatë verës, edhe kanë bunaret hapuna, pusetat hapuna e krejt ato, po ta kemi në mendësi që jo me lan, e keni pa shumë shpesh, e kemi atë mendësi ndoshta që në shumë e len që më shut shkon e kryni punë ma tek kthehet ndal. Dalje. Kjo është vetëdijsim, duhet vetëdijsim edhe me fëmijë, dorën zamër, edhe nga shkolla nis. E vërtet, unë nuk po tham që duhet patjetër me tash me gjet fajtorin, gjithmonë e kemi fajtorin jetë. Po duhet një anis dika. Po jo gjithmonë po. Na për shembull e kemi edhe një rast tjetër që përmend unë shpesh. Gjithmonë e kemi fajtorin komuna ose institucioni. Pastrimi i borës komuna institucioni, a e ke pastru para shtëpisë. E keni far përgjegjësie si qytetar nëse e do vendin tan, që ky është patriotizëm. Patriotizëm e do është vendin tan. E tash që kjo është e lidhur një te qytetar që gjithmonë apeloj që nuk ka nevojë me prit gjobën ose kamerën ose inspektoriati nëse ta vendos një gjobë që e ke hudh një mbeturin dikun ilegalisht, ose që e ke dëmtu lumin ose diçka e tillë, po nisu pi fakti që është shëndeti jonë. Mande kalon te kjo pjesa e institucionit që e përmendet edhe jo, që edhe institucionet duhet ende më shumë me kthy fokusin. Te çështja e lumejve, momentin që kemi publikuar ne edhe kemi raportuar te institucionet të gjetura tona, rezultatet tona, kemi për shembull raporte hidrologjike dhe ekologjike voluminoze super profesionale që i përmenda edhe prej Universitetit Prishtinës. Me njëherë ka ardhur vendimi, 2 vendime të rëndësishme të qeverisë, në këtë rast të Ministrisë Mjedisit, jo ma bariera edhe beton në lumej, është ndaluar rrepsisht, edhe e dyta, hajde të mendojmë për çto bariera që i kemi, ose disa prej tyre ti hekum t'ja kthejmë rrjedhën e lidh lumit, ose me një farforme ti me bën një zgjidhje, pikërisht, me bën një zgjidhje. Janë vendime super të mira që a është e vënshme, shumë mirë kish me qenë, kish pas para 10 viteve, po e kemi një
pozitivitet që po punojmë për lumej. Mande është folë që duhet me pasë një buxhet të veçantë lim buxhetore për lumejt e Kosovës. Që dorën zama nuk e di të ujë, po për shembull të pyjet, për shkak që ministrit përkatëse, dikasteret specifike, e thashun në fillim, për shkak që të temave të ndryshme nuk kemi pas vëmendje të madhe, për shkak kur thuhet bujqësia, shkojnë në bujqësi, po jo edhe në pyje, në ujë, në zhem. Tash apo ndryshon që kjo qasje për faktin që janë jashtëzakonisht jetike për shembull pyet i kemi gati se gjysmën e territorit të Republikës Kosovës 44%. Buxheti për sektorin e pyjeve në këtë rast është 10 fish më i vogël se për bujqësi. Duhet me pas buxhet, mirëmbajtje, llogaridhënie, menaxhim të mirë, fokus, interes, mandej me u kalu. Sepse triat lidhen, uji, pyjet midis janë një, do me thonë prej pyjeve, burojnë ujrat e pastër, filtrohen, prej ujrave në toksore krejt, mandej kalojnë këto dhe vjen të çka që unë të sot bepim. Kështu që janë këto që lidhen krejt. Po tham, institucionet është e vërtet që deri tash e përmendet krejt në fillim të podcastit që kemi pas raste që hala e kemi top temat prioritete, për shembull edhe një ministër i caktuar, nëse e ka pas një ministri të caktuar është marrë më shumë me Veriu nëse me çështjen e Mitrovicës, se sa që është marrë me këto. Ose ministri për shembull i bujqësisë, mirë dhe më bujqësi, është pëlltarisë dhe zhvillimi rural. Pikërisht, janë sene që e merr vish një apo jo të tjera, ose del kalon në terren ose del, fushata, Veriu, krejt janë të rëndësishme, mos ta janë shumë të rëndësishme. Po nëse secili prej neve mirret me profesionin e vet, me punën e vet, për shembull ministri i shëndetësisë për shëndetësi, i arsimit veç për arsim, shkollat, arsimi, gjendja, anë të tjera, do me thonë krejt që to është ndryshim, kanë fillu edhe organizatat e shoqërisë civile me punu kogjo ma shumë për mjedes, ka pas edhe thirrja apo projekte të cilat janë mbështet, kemi organizata donator të huaj për shembull, siç e ka mund këtë rast Open River Program, është një organizatë që mirret shumë me lirimin. Në fakt, motën e tyre e kanë Let the River Flow, që i bën ta lirojmë rrjedhën e lirë të lumit pikërisht për çdo pengesa. Pa ata e kanë filluar në shtetet evropiane që na mendojmë që gjithçka në rregull, ata i kanë pas të njëjtat probleme ndoshta më herët. Finlanda tash, nëse s'gaboj, gjatë këtij viti ka me hek pengesat e fundit, pa aso pengesa që kanë qenë hidrocentrale, termocentrale, çështje që ma herët kanë qenë shumë të rëndësishme për mjedis, po ndaj për shtetin, po tash kanë bë alternativa tjetra dhe po mundohen mja hek. Na kemi nga njëherë gërmada që na kanë bërë që 20 vjet, as nuk përdoret, as nuk heket, as nuk i kryhet statusi. Do me thonë, është e rëndësishme shumë çështja institucionale, është e rëndësishme shumë e pas sa më shumë përgjegjësia publike qytetare. Besa edhe koordinimi shumë më i mirë edhe niveleve qendrore, lokale, agencioneve. Që dorën zama nuk e kemi shpesh dhe shpesh ka kritika nga niveli asociacionit komunave të Kosovës me komunat përkatëse, me nivelin qendror, këto duhet një bashkërendim më i madh. E vërtet. Edhe në momentin që vjen puna të çështjes mjedisore, me qenë sa më partner. Mos me pas armiqësi ndërmjet veti, edhe shoqëria civile, edhe niveli qendror, edhe niveli lokal. Pra, kritika konstruktive i ndihmon. Nuk është që duhet tjetrit. Për shembull, nëse duhet patjetër buxheti ndan për një komunë caktuar për këtë qëllim, ndahet buxheti, nuk bllokohet. Po edhe ai që e menaxhon atë buxhet me menaxhu në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Tash kemi shumë praktika të mira. Ne në organizati kemi pas disa praktika të mira se çush me përdor ujin e lumenjve për ujitje pa diga. Ka shumë nature-based solution, ose zgjidhjet më të mira natyrë. Tash na veç nëse kthehemi për shembull shumë i shtetet të tjera të zhvilluar me çka kanë pa deri tash, ai kanë më këto probleme, edhe me çka janë marrë deri tash për mjedes, na veç me i marr shumë shpesh që marrim ligjen ose sa në ti marrim kanë herë. Copy paste. Pikërisht. Edhe ka praktikat mira. Nëse para 20 viteve nuk e kemi ditë që lumi mundet me u përdor, në fakt është mirë me u përdor se na e kemi një lëvizje, na e përdorim edhe lumin, edhe tokën, edhe ujin, edhe pyjet, edhe drojt, edhe gjithçka, mund me i përdor në formë normale, me standarde, pa diga, pa bariera, pa beton. Betoni po na shkatron në fakt edhe në qytet. Na e keni pat fotografinë në beton 65 gradë Celsius edhe në natyrë miniherë 25 gradë Celsius. Do me thonë, na nëse kemi sa ma shumë beton, gjithkon. Do me thonë, kemi pas shumë probleme edhe të ajri, edhe të toka, edhe të uji, edhe të temperaturat e nalta, mandej apelojnë mës me dalë qytetarët jashtë se temperatura është e naltë. Kish pas hije ma shumë, kish pas droj ma shumë që e thithin qatë temperaturë që e bajt. Do me thonë, këtë këto janë që do të me u kthy fokusi sa ma shumë në mjedes, edhe jo vesh prej njerëzve që miren në mjedes. Zona Sali, të pjesa e fundit, zakonisht e nisi diskutimin në podcast me analizën, gjendjen,
shtrirja dhe problemet e saj dhe në fund natyrisht e në zgjidhje rekomandimi. Sepse jemi ka pjesa e fundit, po para se me shku të kjo, do shta mundale edhe njëherë të rëndësia e ujit, na thamë, çka kemi lumenjt, i kemi liqenjt edhe akumulus ujit që i marim, edhe kërqteti, edhe komuna tjera, dhe mungjesa e ujit, pasaj bjen çështja e manganit, krejt vazhdojmë në shishe të plastikës, e për shishet plastikës ka shumë studime që janë të dëmshme, janë kancerogjene, janë ato mikroplastika që shpesh herë ndodh që kur i kanë bërë studime një personi që e ka përdor, ka gjetë edhe brenda në organizëm ato mikroplastikat, domethënë krejt to janë të lidhur në zinxhir. Pse neve na u kanë na u kanë rritë shumë shumë sëmundje, janë rritë për këto. Ushqyerja është ndryshuar tash komplet, domethënë kemi edhe përdorimin e pesticideve shumë të mëdha, kemi përdorimin e shfryzimin e tokës në forma më të shpejta dhe ndoshta më ekonomike, po jo me një farë forme, ndoshta financiarisht pak më mirë, po jo në atë formën që sham përdor më herët, mandej te plastikat e mikroplastika në momentin që na kemi raste që edhe qatë shishtu i plastikës e rimpushim disa herë që është rrepsisht e ndalume për shëndet, e shumë që s'duhet të ndodhur, se njerëzit nuk janë të vetëdijshëm te kjo, për shkak të edhe aspektit tash do në zamën financiar të gjitha këto, edhe vetëdijes të përgjithshme, po unë mendoj që ta kishim pas ujin e qeshmës për shtëpitë tona pa mangan, po flas, ujë të pastër, filtruar me këto analiza që i bëhen, është shumë më i shëndetshëm edhe më i mirë se një ujë bidon i plastikës që e marrim e përdorim, edhe që kemi shumë shpesh edhe me këto aparatet e ujit e këto. Pse? Ne nuk e dim çai bidon ku ka qëndru, sa ditë ka qëndru, a ka qëndru ndoshta direkt në diell, se automatikisht plastika me diell e ka një farë reaksionit të tjerë që nuk po hita ato çështjet kimike se ndoshta babi më akuzon se është vetë kimist, më thotë, nuk e ke mbajt men ato krejt. Çka ti kom thonë? Kështu që janë shumë probleme që unë mendoj që shumë më i mirë është ai uji, po edhe ai uji do të më qenë me standarde, me analiza, dhe mos e pas probleme. Nëse na e gjejmë në lom një deponit mbeturinave të tona brenda, ose hudhim një fotele që kemi ndruar në shtëpi dhe kemi gjetë brenda lumit edhe krejt ato problemet, ato mandej vinë zinxhire dhe qytetarët nuk po janë të sigurt që ai uji është i pishëm, mjaftueshëm. Sidomos kur po dalin fotografitë e tona në Lumej, me ato qeset e varuna anash, e badovce, batlana që kanë stërmbushura. Ato na jenë aty bo. Do më thonë, pro. 99% faktori njeri. Ju isheni sot çdo ditë më shumë njerëz aktivistë të ndryshëm, ambientalistë, qytetarë të ndërgjegjshëm këtij vendi, të cilët publikojnë, alarmojnë për gjendjen e lumenjve dhe pronjve dhe procave tona, të cilat na i bojmë me një vizitë gjatë një vikendi, ku shkojmë edhe nuk kemi në gjendje mi mbledh ato, më relaksu, mi marrë edhe mi kthy në një vend. Pro, gjendja është e tillë çfarë është. Pastaj çështja e përmende pengesave të fundi, po du me ndal edhe te rekomandimet çka sugjeron edhe çka ish dashme bo, edhe shteti edhe shoqënia. Pro, gjendja lumenjve dhe liçenjve rreziku, pastaj është thonë që do të krijohen diga të reja, të cilat do ta rrezikojnë, sepse ne kemi disa liçenj Badovcën dhe Batlllavën për shembull në rajonin e që kanë qëllimin kryesor furnizimin e banorëve me ujë të pijës dhe janë ndërtuar shumë më te, edhe aty ka diskutime gjithashtu për mënyrën se si duhet vjetërsia të gjitha. Përdoret. Jo, absolutisht, po se çato e morëm ujin. Po edhe për ato duhet me pas kujdes. Pastaj kyçet ilegale, problemet që i ka si rajonal Prishtina me këto. Çka janë këshillat dhe rekomandimet te pjesa e fundit? Çka ish dash na me pa, sepse është kjo uji është edhe siguri nacionale, sikurse energjia elektrike. Resursi kryesor për jetë dhe siguri nacionale. Po, në fakt këto diga që i përmende që janë planifikime sipër me u ndërtu. Veç të bazohemi në ligje edhe në standarde. Nëse ne e ndërtojmë një digë edhe sipas standardeve, vlerësimit të ndikimit në mjedis, ekspertëve të cilët janë marrë paraprakisht me çështjen sa ka më ndikuar ajo digë dhe çu do të më u përdor ajo digë, edhe kalimi i lumit prap dikon mbi 90% prap lumi lir, po vetëm 1% e vogël me u vendos në ata gypa që përdoret për atë furnizim, këtë rast hidrocentral ose për furnizim me ujë të pijës ose diçka e tillë, veç tis përmbahemi standardeve. Në shtetet evropiane ka diga që mirë mbahen, po që janë me standarde. Peshqit nuk pengojnë asnjëherë,
peshqit e kanë rrjedhën e vetë të lumit. Pra vetëm duhet të ndiqen standardet ndërkombëtare. Ne kemi ligjet shumë të mira. Mira, vetëm të respektojmë. Po si problemi më i madh në Kosovë është ligjet e mira, por zbatimi i tyre në praktikë çalan dhe të dëshiruar. Po. Domethënë që kjo është një vete e rekomand resurseve natyrore që na i kemi. Po sipas standardeve, sipas kritereve, me menaxhim, me gjobitje të mëdha, me ndëshkime nëse nuk e ke bë sipas standardeve, me monitorim disa vjeçar, se na kemi raste për shembull edhe kur e kemi një qëllim të mirë, për shembull pyllëzimin e di sipërfaqe të pyjeve, e pyllëzojmë mbas një javë nuk shkon më kërkush me pa. Duhet me pas mirëmbajtje, duhet me pas monitorim të sajna, për me pa e kemi kry atë qëllimin e mirë që e kemi pas, mandej për me vazhdu. Dhe me një mesazh, për me pas na ujë të mirë, edhe për me pas lumejt dhe sigurinë e ujit në Kosovë, cili kish me qenë roli dhe detyra jonë? Me mbrojt, në këtë rast, tokën, Kosovën, krejt resurset tona natyrore që i kemi, me u kujdes shumë për ta si me qenë e jona, jo me qenë me mendu që është e dikujna tjetër, në këtë rast si qytetar po flas, qytetar me pas shumë me rëndësi që uji nëse e kemi mungesë, kemi pas shumë problem të ardhëm për një gjë që njeriu s'mundet me jetu pa ujë, është ajo moto që secili njeri duhet me ditë që nuk ka nevojë mi thon krenarja ose institucioni ose në këtë rast prej podcastit, po me ditë që duhet patjetër me mbrojt atë, po edhe prej institucioneve me pas sa më shumë interesim në këtë aspekt, me pas sa më shumë aktivitete, mbrojtje, inspektim, gjobitje nëse ka nevojë, që me pas një sipërfaqe ose një situatë më të mirë, gjendje më të mirë në të ardhmen. Zonja Krenare Saliu, faleminderit shumë për kohën për me diskutu për një temë kaq të rëndësishme, po shpresoj që në diskutimin ton të radhë, kurdo që të kemi me tregu diçka që ka ndodhur mirë në këtë fushë. Unë po shpresoj që prej shtyne 142-ve ka me mundu ose ka me pas mundësime të tregu që disa prej tyneve që kemi hek, e kemi kalu lumin në fort mirë. Që kjo është efekti që muj me bo. E kemi kalu lumin fort mirë edhe që kualiteti i ujit mandej na ka dalë pak më i mirë edhe mundem me pas pak më shumë rezultate në këtë rast, po shpresoj për atë arsye po punojmë, edhe po shpresoj që qytetarët e vëdisojnë dhe shohin që jo gjithmonë duhet me pas barierë për me shfrytzu ujin, ka forma më tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, ishim me zonën Krenare Saliu, drejtore menaxhuese në organizatën mjedisore Ekopana, folëm për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme siç është uji, situata aktuale dhe se çfarë na pret në të ardhmen. Shihemi në përballje podcast të radhës.